Dhe ne me qenë se si ishim shumë të qartë aty, mande e gjetëm atë qelsin që ne të kërkojmë që marrëveshja të trajtohet në gjykatë kushtetuese, edhe që gjykata kushtetuese pastaj të konstatoj se është marrëveshja vërtet a do të bëhet statutin në harmoni me kushtetutën apo jo, edhe që ne mos bëjmë ndonjë statut i cili nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Nëse bëhet në harmoni me kushtetutën, atëherë s'kishte asnjë problem. Mirë, po marrëveshja pastaj që është bërë nohër nga Zoti Kurti, ajo marrëveshje nuk ka asgjë të përbashkët me marrëveshjen. Para se të mrim aty. Me marrëveshjen 2013. Glauko Njufsa në një intervistë të unë thot duhet me jadhon dorën Is Mustafës që ka nxerr letrën e Mogherinit. Për te marrëveshjes ose dokumentit 2015 se keni pas një garancë me shkrim të shefës atëhershme të diplomacisë BE-s që nuk është vije tretë. Është pushteti tretë, po. Edhe s'ka kompetenca ekzekutive. Pra po them, aja u ka marrë menja që mas 10 vjetëve prap me qatë letër ka mu bo zhurme edhe ka mu përdor tash prej Kosovës si qa me thonë, si atu e jona, kur e di që jeni sulmun të shpajtën djathtë për atë punë. Atëherë kishim, ishte një çështje se gjithmonë kur jenë marrëveshje, nuk je krejtësisht i sigurt se i përmbahen palët marrëveshjes apo jo. Dhe ne ishim të interesuar atëherë që ta nxjerrim një dokument prej zonës Mogherini, i cili do të na siguronte që në momentin që do të ulim edhe ta bëjmë statutin e asociacionit, atëherë në statut mos mundet askush nga Bashkimi Evropian, as nga Serbia, ka pala serbe, të insistoj që të kemi përgjegjësi, cilat do të ishin përgjegjësi ekzekutive, sepse ne e kishim ndërtuar konceptin mbi asociacionin, që nuk ka drejt të ketë përgjegjësi ekzekutive, do të mund të luaj rolin e një pushtetit, qoftë pushtetit tretë, qoftë një pushtetit të ndërmjem, sepse s'ka pushtetit tjera, përpos institucioneve qendrore të Kosovës, edhe komunave, do të nuk ka institucion tretë ku asociacionet do të merte rolin një pushtetit të tretë, ashtu si për shembull që kemi në vendet tjera që kemi këto kantonet ose rajonet ose çka do rajonet, bashkite e ndryshme e kërkuam edhe nxorr. Tha po, nuk është mirë të bëhet publike një herë. Okej. Na tha mirë, okej, ta marrim një herë, ta kemi këtu, pastaj kur e bëjmë publike është punë jona dhe në vërtetë jemi mundu që të jemi korrekt edhe të mos ta bëjmë atë publike. Unë kam pas tepër shumë sulme dhe personale, gjitha sulmet e mundshme, mirë po në kur atë letër nuk e kam nxjerrë atëherë në publik, të ju them publikët, po ka dalë që unë e kam garancionin e shefës, zavendës shefës Bashkimit Evropian, e cila më garanton do të që kjo asociacion s'ka me pas kur përgjegjësi ekzekutive, s'ka me qenë pushteti i tretë, sepse dyja të shkruajnë ato në atë letër. E tash tu e pas që atë garancë, e kemi një marrëveshje të Brukselit edhe një shtojc të Ohrit, një aneks të Ohrit, që po thoni është krejt diçka tjetër. Atje flitet për vetë menaxhim, flitet më për asociacion të komunave me shumicë serbe. E para, a është kjo obligim ndërkombëtar i Kosovës, a i mbivendoset krejt asaj që është nënshkruar më herët, edhe e dyta nëse kanë kalu 3 vjet, 4 vjet dhe s'don më marr kërkush me to, a bartet si sfida, a mendoni që harrohet, futet në RTP?